Këtë të hënë, Partia Demokratike mbajti foltoren e radhës para kryeministrisë. Në fjalën e tij, kryetari Sali Berisha foli për protesta të vazhdueshme deri në fitore. Kryedemokrati u shpreh se opozita do të bëjë gjithçka për të përmbysur atë që ai e cilëson si një të keqe të madhe. Kjo është betejë për dignitetin ton. Kjo është betejë për dignitetin kombëtar. Kjo është betejë për të ngritur mbi propagandën e shpifjeve, trillimeve, mashtrimeve. Edi Rams, rrugën përpara nuk e kemi të lehtë, por e kemi të qartë si rrezi e diellit. Misionin nuk e kemi të lehtë, por jemi të vendosur se kur ta përmbushim. Ta përmbushim atë. A mundët ne që ëndrat, fatin ta provojmë në dhëna tjera? Jo, ne do luftojmë këtu, ne do bëjmë gjithçka të përmbysim të keqet madhe. Ne dalim dhe do të dalim në protesta gjerë fitore, se ne i besojmë Zotit, por i besojmë edhe Shqipërisë. Ndër të tjera, kreu i Partisë Demokratike u bëri thirrje qytetarëve për bashkim në protestën e paralajmëruar të 10 shkurtit. Zëri ynë ka tronditur në themel këtë regjim. Edi Rama sot është më i diskredituar se kur. Ndaj dhe le të bashkohemi ne. Ftoj çdo shqiptar që beson se Shqipëria mund të bëhet më begat, më bukur, më lirë se çdo vend tjetër. Ndaj dhe 10 shkurti është dita tjetër e kryengritjes sonë paqësore. 10 shkurt, shqiptarët në të 4 anë ftohen në rrugë dhe sheshet e Tiranës. Qytetarët e Tiranës janë të ftuar të zbresin në shesh për t'i dhënë leksionin e merituar këtij regjimi anti-shqiptar. Ndër të tjera, Berisha u bëri thirrje forcave të rendit që të mos zemërojnë qytetarët, pasi sipas tij opozita është në shesh për të larguar Ramën dhe jo të sulmojë policinë.